Përshëndetje të gjithëve, sot do bëjmë makinë pak më buxhetore. Është Kia Optima, është e imja, është makina që solla nga Anglia me Carrel me Range Roverin. Tash është e rregulluar dhe është gati për shitje, po t'i bëjmë review i herë. Kjo quhet K5 në Kore ose Kia Optima në Amerikë, kjo ka ardhur nga Amerika. Si masi midis C-klasit dhe E-klasit, pak më shumë afro me E-klasin, kjo është e 2013-s. Diset i ka të vogla 16, që po në rastin e kësaj i ka këtë sidewallin të madh 65 edhe është e rehatshme, nuk është keq. Ngjyra nuk është e keq, është si tip gri e kështu, mirë duket. Kjo është me targa angleze, është importuar nga Amerika në Angli, po ja kanë bërë doganën, është gati për targa. GDI se 2.4 GDI që Kia këto motorat e vet. Kjo është 2.4 GDI me aspirim, ka edhe 2 mish. Tani ta shohim dhe motorin. Kjo është gjenerata e tretë e Kia Optimas, ose Kia K5, që quhet atje në Kore ku prodhohet. Kjo këtu ka motorin 2.4 aspirato GDI, ka 201 kuaj fuqi, ka pas edhe me 180, kjo është me 201, edhe 250 Nm tork. Ka pas edhe 2 mish që janë komplet me gaz, ka pas edhe 2 mish benzin, kjo është 2.4, ka pas edhe 1.7 shnaft në Europë. Kjo është amerikane, këto vetëm benzinë kanë pas edhe vetëm 2.4 që nësa dijun. Nuk është motor i keq. Ja kam bo disa shërbime, se kësaj janë ndru bronzinat, kolodoku, edhe këtë rrypin ja pa ta ndru që në Angli. Tani është në super gjendje, punon shumë mirë, edhe këto bonë edhe në 100% gaz si makina. Tani ta shohim edhe interiorin. Ja kam gjetë këtë Kia Optima 2018, edhe duket si makinë mirë, e pasur kështu kur e shef, 1.7 që naft. Goxha mirë për ta përdor për vete në Angli, po para se me ble, si gjitha duhet me pa me Car Vertical, për ta kontrollu historikun a ka pas aksident apo jo. Mjafton të klikoni te linku këtu poshtë edhe u hapet faqja e Car Vertical dhe ke 20% ulje automatikisht, ose nëse hapni në mënyrë tjetër, mjafton të fusni kodin ALCAR-CZ edhe keni 20% ulje. Pastaj te faqja vetëm shkruajmë direkt targën, kurse për makinat e tjera duhet numri shasis. Jep check vehicle. Vazhdon e bën gati reportin. Tashi, me 2 pronarë thot që është, po për damage, thot attention, ka një rekord për këtë makinë. Tjep kilometrat që i ka bot gjitha, që se ka luhatja, që se në qofë që janë null. Edhe kjo është e dëmtu me para, jeta e front, edhe thot në 2025. Shumica gjithë i importojmë makinat, mirë është që para se me i ble, ma e boj history check, ma e pa ka pas aksidente. Mund negociosh të çmimin për këtë arsye. Ose kur e bë kontrollin, fokusohesh se kjo ta jep front. Kur e di ku ka pas aksidentin, filloj shef më me detaj, hap kofan, shef ato hapësirat, shef fenerat, shef gjitha gjonat, shef radiatorin. Ti prap mund ta blesh edhe pse ka aksident, po ja kontrollo ato gjonat që duhet mi kontrollu. Mos harroni linkun e keni këtu poshtë. Si kabinë e pasur është e bosme, ka këtë timonin me komanda me cruise control do të volumit gjonat. Kjo nuk është me navigator, po është me Bluetooth audio edhe Sirius XM që kanë ato në Amerikë. Po është mirë që ka Bluetoothin jo vetëm për të folur në telefon, po e ka edhe për muzikë, ka tamam Bluetooth audio. Tu ka kontrollet e klimës, kamion me 6 marshe, ka vend për AUX edhe për USB. Këto veni për cup holders tu. Edhe këtu ka vend bosh. Është si kabinë bollshme. Tapiserin e ka të copë, po të pastër, s'ka asnjë lloj dëmtimi. Tu ka këtë persyze. S'ka bagxho fare. Normalisht këto butonat për të kontrollu xhamat. Traction controlli edhe kjo për të ngritur dritat. Ja të hapim kuadrin. Se dilet i ka manuale, po ka i buton që për lëmbar supportin, vetëm për këtë fryrje. Po këtu shu pastaj ka manuale lëvizjet. Ma e ngrejt, ma e ull. Ka butonin me hap atë të karburantit edhe me hap bagazhin. Kësaj kam edhe këtë, kur është ble e re makina e kishte me vete, besoj e ka importu për nërë parë nga Amerika në Angli edhe i kishte këto, që ka këto librat e vetë kjo, që të shpigo gjitha këto gjonat e tjera. Ta shohim edhe mrapa. Sa e kam pasru tapicerin, e kam la komplet, që ka dalë shumë e pasë, ka dalë në dritë, ka hapësirë goxha. Përgajt që së ndilën para kam shty për pozicionin tim, edhe këtu ka goxha hapësirë prap, edhe për kokën ka, jo shumë fare, po ka, mjaftueshëm. Tu s'ka në gjo, pas të vetëm të xhamave, ke këtë që në mes për cup holder, e thjesht është, po komode.
Këto sediljet e buta e rehatshme është. Domethënë për makinë familjare është goxha e mirë. Ofrim edhe bagazhin. Hapësirë ka goxha, sedilja mrapa i shtrihet. Ka dhe këtë mbrojtësin këtu plastike. Kjo ka këtë gomë në rezervë, ka pas me vete, e kam lënë aty. Kjo është Kia që e mora në Ankand, në Angli, e fitova atje. Unë niste u fikte direkt kërë pa ta ble. Kjo ka ardhur nga Amerika në Angli. Kjo është me timon ka regull, po pa ta sjell me karrel, pa ta marrë karrelin edhe pa ta sjell duke e të req me Range Roverin për ta rregullu këtu në Shqipëri dhe për ta shit. Është ajo video që e kam bo nga Londra në Tiranë. Këtu pastaj e sollëm edhe domethënë doli problem pak më i madh se që prisja. Vonoj çik për t'u bo, po e boni lanti e ka bo tamam. Po s'kam pas kohë me bo video e me bo foto për ta nxjerrë në shitje. E kam përdorur ca ditë, deri tash më zhduk shumë e mirë. Kjo është versioni 2.4, këto kanë në Kore kanë sjellë nga Korea. Kjo është Kia Optima nga Korea, ka Kia KPS atje. Ka dhe 2000 që janë vetëm gaz, pa benzinë fare, direkt vetëm gaz. Kurse kjo është 2.4 që GDI, ka një 201 kuaj më duket te kjo. Shpejt diferencial para është. Ky versioni kësaj se kam edhe atë window sticker kur është blerë në Amerikë, se është se ka pas shumë opsione kjo. Po me Bluetooth është, me Bluetooth audio. Tani masi e çova në servis dhe hoqë motorin, qa kishte nevojë për të bo kolodogun edhe bronzina t'ja kena bo, normal vaj filtra e qa ka pas nevojë gjitha ja kena bo. Edhe shumë e mirë, është punon shumë mirë. Tjetër që e bona pastaj është që e çova, se ka qenë pak si zhult ose diljet, e çova e kom pastru komplet tapicerinë edhe ka dalë ndritje çik. Doli goxha e pasur, goxha e mirë, se kjo shumë përqenë është e bollsh me goxha dhe shumë e rehatshme me thonë drejtën, se kisha e C-klasin i C300 që se kom nxjerr po e shita, po kjo më duket pak më e rehatshme, më e madhe se ajo, kjo është më e madhe si makinë. Edhe fenert e kam pastru me past, këto gjona kam bo. Gjatë kësaj kohë që e kam përdor nga pak, më zhduk shumë makine mirë, shumë e rehatshme. Nuk është se ngjohet shumë, tash kjo nuk është sportive, po punën e bo, për të ecë nëpër trafikën e për qytete, për rrugë, kështu është e mirë. Si makinë familjare duket shumë e mirë. Në shitje kam edhe postoj të Alcar Sales se faqja tjetër. Kjo është automat me 6 marshe, kamin e ka shumë mirë, nuk dallo fare. Kjo nuk është makinë sportive, edhe nuk është të sforcojmë fort për të tregu performancën. Po, për qenë, kjo është makinë për ditëshmërie, për të shku në punë, për ta përdorë për ditë, për të çu kalamoj të shkollë, për të morë nga shkolla, për të ikë për pushime, për çfarë dush është kjo. Po për performancë nuk është makinë për të ecë shumë shpejt për të bërë gara. Nuk është se ngel në parakalim, se 200 kuaj ka. Mund të kishte edhe më shumë opsione, po këto kryesoret i ka, me klima është, Bluetoothin e ka, cruise control. Po që më pëlqen mu është pjesa komfortit, se e kom përdor goxha herë, për ditëshmëri kështu për të lëviz, se më dhimbset me përdor Cadillacun edhe pse e kam qef, le që harxho shumë, po edhe më dhimbset se si kena rrugë shumë të mira, po me këte nuk është si ndje shumë. Këto gropat gjonat. Nga ana gjenerike ishte mirë dhe vetë si kom bo nga gjohit që s'kishte nevojë për asnjë gjë. Tash që e ka dhe motorin top fare, kamin e ka super si dallohet çndrimet e marsheve. Edhe e kam përdor. Konsumi nuk është se është aq i lartë, benzina kam përdor normal si kam vu impiant, po dush i vijet kësaj, po unë kam pas terezi, se do e maj për vete. Nuk është harxho dhe aq shumë, si 2.4 benzinë që është. Kështu kef u shpamje sa të dush, shef tamam, pas qyrat i ka mirat në dhaja. Edhe nuk është makine shëmtut, se këto Koranet që se marrë për shumë të bukura, po kjo, të kanë versionit me 2 mish, janë me marmit mrapa, kjo është me 2 marmita mrapa, është pak më e bukur kështu. Për makine thjesht që është, e bukur është, edhe ngjyra e mirë. E për shembull, edhe për këto rrugët tu nuk dallohet. S'besoj se keni për të një gjuhë fort ju, edhe ju na e zhurëm. Që s'janë rrugë të mira, i ka edhe këto gomat e trasha, edhe më mënyrë që i ka. Që përpami është me i vu sa më të holla e sa më të mdoja disit, po du i shtramo. Për javë po i vuna ashtu. Kjo është opcion për të marrë makinë
të lirë, jo shumë të shtrenjtë, po edhe të mirë që t'i bë punët edhe që s'tja probleme. Edhe për pjesë nuk është se vunë shumë, se kjo ka ille me Hyundai Elantra. Ky motori 2.4 është përdor te Kia te Hyundai pa fund. Ky është përdor edhe në Europë me 1.7 naftë më shumë, s'ka pas, ose 2. Nuk e kanë përdor këtë 2.4 në Europë. Po në modelet tjera ka pas sa të dush. Linkun për ta bler do e lej poshtë te descriptioni. Mund të më shkruani kush është interesuar, vjen e shef e merr e provon e çon servis e me radh. S'po e bëj më shumë reklam, se s'kom qef me bërë reklama edhe këtyne të mijave, edhe pse është për shitje. Por realisht nuk është makinë e keqe, po edhe makina vetë nuk është se duket e vjetër fort si dizajn kështu. S'ka tapiceri lëkure, po këto nga ana ergonomike e mirë është si dizajn. Për të qenë është makinë e mirë, familjare, nuk është se është një makinë wow, edhe pse është makina ime, tash komode është. Kush është interesuar më kontaktoj mu direkt edhe mund vije ta shohë, ta provoje, ta kontrolloje ku doje. Mos harroni bëni subscribe që s'keni bë, edhe follow në Instagram e në TikTok. Shpresoj duket pëlqyer si video. Ju uroj gjithë mirat, shifem videon e radhës, mirupafshim.